pamëndësi ndaj qeverisjes, ka një mlef që duan të shprehin, dhe unë besoj tek shpreha që liria e sovranit është pikërisht ditën e zgjedhjeve, qytetarët atë ditë janë të lirë të votojnë, në mënyrë që 4 vitet e ardhshme t'i drejtojë një qeveri për cilën ata kanë pasur besim. Në qartë dhe për këtë, po punoni ju, po prishni këmbët gjithë të kohë në terren që normalisht 12 e plot e listës mbyllur të PD-s të dali dhe të teproj diçka tjetër që të paktën ju të keni një vend parlament. Dhe në këtë llogaritje tuaja sa mendoni që mund të jetë plus listës? Të votohet Partia Demokratike, dhe kjo është fitoria më e madhe, të votohet Partia Demokratike, dhe pastaj edhe si individ, unë kam bërë fushat në 2 muaj, kam bërë një fushat intensive, me të gjithë target grupet, me të gjitha shtresat, duke mbrojtur interesat e të gjithë target grupeve dhe qofte edhe të votuesve një nga një, dhe unë besoj që do të më përkthehet gjithë kjo angazhim, do të përkthehet në një besim qoftë vetjak, por ajo që është më kryesorja në Partisë Demokratike. Kush është deputet apo kush mbetet pa qenë në parlament, to janë llogari që do duhet mos t'i personalizojmë. Ajo që është e rëndësishme është që do duhet bëhet ndryshimi dhe Partia Demokratike do duhet marrë qeverisjen. Dhe këtu besoj dhe jam e bindur që në 11 maj do ketë ndryshim. Llogaritë e Kuçit të di? Të Kuçit apo të Maçit? Këto janë llogaritë që bëhen nga një kryetar organizate i cili ju e mbani mend të premtoi fillimisht që do të dilte në listën e hapur vetë. Po pas ndryshoi qëndrim, tha nuk do vjen fare në listën e kandidatëve. Dhe llogaritë që bëhen nga bunkeri ku Edi Rama u kyç për të qenë i sigurt, sepse e di çfarë pret në të shtoj dhe një vazhdim tjetër. Në 11 maj, në rast se Edi Rama do të ishte i sigurt për këtë paçavure që ka bërë në Kuç, të jeni bindur që ai do të ishte në listën e hapur. Okej, po mirë, po shpo pra ky kryetarit e di që në 2021 74 sigaret në kokë. Në 12 maj, jo në Kuç, po jam i bindur që Edi Rama do të shkojë në Korfus, në ishullin ku u fshe në fillimet e lëvizjes së dhjetorit 90, pre nga erdhi më pas sërish në Shqipëri. Mirë, më thaj pak tani se është interesante lista e Tiranës me aleancës. Keni bërë fushat vetëm për Ilir Metën, apo jo? Lista, ne kemi bërë fushat sigurisht për presidentin e Partisë Lirisë Ilir Meta, dhe sigurisht edhe për numrin 1, dhe unë jam i bindur që si aleancë ne do të marrim të paktën 20 deputet në total në qarkun e Tiranës. 20 në total vetëm Tiranë? 20 në total në qarkun e Tiranës. Ka qenë një fushat sigurisht që e zakont. Përsa kohë presidenti i Partisë Lirisë ndodhet në kushtet e një izolimi ekstrem, ku nuk lejohet as të takoj deputetet aktual të Partisë Lirisë, edhe unë që kam një leje të posaçme nga... Si ka qenë gjendja e tij nëse mund të të pyes? Shkëlqyer, mos keni asnjë shqetësim dhe asnjë merak për gjendjen e tij. Ka kaluar kohë gjatë në fakt. Për gjendjen e tij shëndetësore, dhe javës tjetër besoj do jetë i ftuar juaj i radhës në këtë emision. Po, shpresojmë, patjetër që po, ftesa ti e di që gjithmonë ka. Është e sigurt dhe besoj mund ta bëni ftesën publikisht dhe javën e ardhshme ta keni këtu si të ftuar në cilësinë e deputetit më të votuar. Jo vetëm në qarkun e Tiranës. Po, për ligjërisht kemi disa pengesa, apo jo? Nuk ka asnjë pengesë. Në datë 12 maj, Ilir Meta do të jetë i lirë, sepse shqiptarët në radhë parë në 11 maj do të votojnë për lirinë e tyre. Po, por zgjedhjet nuk lirojnë